Edhe deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Bek Berisha ishte i ashpër për kundrejt Fatmir Limajt. Ai shpreu keqardhje për drejtimin e zgjedhur nga Nisma, partneri i koalicionit të kësaj partie, duke theksuar se kishte besuar në ndërtimin e një fronti të përbashkët opozitar. Nuk e di, duhet të takohemi një herë me deputetët dhe ta shohim gjendjen. Nuk besoj se do të formohet qeveria, por kuvendi është dashur të konstituohet tashmë. Sa i përket qeverisë nga opozita, ne kemi qëndrimet tona të qarta. Për Nismën, s'kam biseduar me ta, sepse është dikush tjetër që i udhëheq ato bisedime. Kam besuar në koalicionin me Nismën dhe në fjalët që kemi thënë se do të ndërtojmë një qeverisje të opozitës dhe do ta kthejmë Kosovën në drejtimin e duhur. Kam besuar fuqishëm, ndoshta e shtyr besa, por ta shohim mirë, tha ai. Unë e koalicionin me Nismën kam besu që do t'jetë i frytshëm, edhe kam besu në ato fjalë që kemi folë, që dojmë me bo një qeverisje të opozitës edhe me kthy përsëmari Kosovën. Edhe kam besu fuqishëm. Unë tash nuk muj me folë për ta. Nashta është thy, po të shohim njerë. Nuk muj me folë para kohë.